Nëse nuk e pushton veten, do të pushtohesh prej vetes. Kjo video është ndërtuar në mënyrë të pandërprerë, me thellësi psikologjike dhe forcë emocionale. Njeriu më i rrezikshëm në këtë botë nuk është armiku yt. Nuk është as rivali yt. Është vetja jote, kur nuk është e kontrolluar. Nëse nuk e pushton veten, nëse nuk e disiplinojnë mendimet e tua, emocionet e tua, impulsin tënd, atëherë nuk do të kesh asnjë nevojë për armiq të jashtëm. Sepse armiku yt do të jetosh brenda teje çdo ditë, çdo natë, duke të shkatëruar pa mëshirë. Vetja jote mund të jetë mbreti që udhëheq jetën tënde drejt madhështisë, por gjithashtu mund të jetë tirani që të fundos në errësirë. Zgjedhja është e jotja. Lufta është e përditshme. Dhe betejat më të forta nuk zhvillohen jashtë, por brenda. Ka njerëz që çdo ditë luftojnë me varësitë e tyre, me zërat negativ që i thyen nga brenda, me ndjenjen e dembelizmit, frikës, mospërmbushjes. Me posmundem që u përshpërit në mendje sa herë duan të ndryshojnë jetën, dhe ti nje ato zëra. Sepse i ke dëgjuar. Të kanë penguar. Të kanë vonuar. Të kanë mashtruar, dhe nëse nuk i pushton, ato do të pushtojnë ty. Vetë përmbajtja është fuqi, vetë kontrolli nuk është luks, është shpëtim, vetë disiplina nuk është barë, është liria e vërtet. Njerëzit mendojnë se të bësh çfarë të duash është liri. Por kjo është gënjeshtra më e bukur që egoja të shet, sepse të bësh çfarë të duash, kurdo që të duash, është receta për kaos. Liria e vërtet është kur ke fuqinë të thuash jo ndaj vetes. Kur vetja jote dëshiron rrugën më të lehtë, kur ke mundësinë të ndalosh dorën tënde nga gabimi, kur i vendos vetes kufi që të mos shkatërosh gjithçka me duart e tua. Egoja e pakontrolluar është armiku yt. Egoja është zëri që të thotë: ti meriton gjithçka pa u munduar, ti je gjithmonë i drejtë, ti nuk ke nevojë të ndryshosh. Por në momentin që e beson këtë, fillon rënimi. Vetja jote, nëse nuk kontrollohet, do të bëhet arrogante, impulsive, hakmarrëse, dembele. Do të bindë se gjithçka është faji i të tjerëve, se ti je viktimë, se bota është kundër teje. Dhe ja ku fillon pushtimi, jo me armë, por me vetë justifikime, me mospërgjegjësi, me dorëzim. Pushtimi i vetes kërkon disiplinë. Disiplina është armatura jote. Çdo mëngjes kur zgjohesh e zgjedh të mos dorëzohesh, po i jep një grusht egos tënde. Çdo herë që nuk reagon me inat, por me urtësi, e ke mposhtur veten. Çdo herë që stërvitesh, punon, fal, hesht, përparon, je në rrugën e fitores, sepse ta pushtosh veten nuk do të thotë ta ndëshkosh, por ta formësosh, ta drejtosh, ta mëkatosh më pak, ta bësh aleatën tënde më të fortë, jo armiken më të rrezikshme. Në heshtje ndërtohet perandoria e brendshme. Askush nuk e sheh kur lufton me mendjen tënde. Askush nuk e di sa herë e ke shpëtuar veten nga gabimet që mund të kushtonin jetën. Por ti e di, sepse çdo herë që nuk dorëzohesh, bëhesh më i fortë. Nuk do të jetë e lehtë, por çfarë ka vlerë në jetë që është e lehtë? Çdo lider i madh, çdo filozof, çdo kampion e ka njohur këtë luftë, sepse ata e kanë kuptuar: nëse nuk pushton veten, do të pushtohesh prej vetes. Si ta pushtosh veten? 1. Njeh veten. Mos i frikso anëve të errëta që ke brenda. Emërtoj. Përballoj. Përmirësoj. 2. Vendos rregulla. Mos jeto si i shthurur. Jetës i duen kufi. Të duhen orare, qëllime, standarde. 3. Disiplino trupin tënd. Ushqehu si duhet. Lëvizi. Kujdesu për shëndetin. Sepse trupi është baza e mendjes. 4. Mos u drejto nga emocionet. Merr frymë thellë. Reflekto. Vepro me logjik, jo me inat. 5. Rri me njerëz që të përmirësojnë. Largohu nga ata që të nxisin të jesh versioni yt më i keq. 6. Fillo çdo ditë me një fitore të vogël. Bëje shtratin. Fillo ditën me një rutinë. Mbaj fjalën që i jep vetes dhe kujto këtë: nuk ka asnjë fitore më të madhe në jetë
se sa të fitosh veten, askush nuk mund të të pushtoj, nëse ti je mbret brenda vetes, askush nuk mund të të rrëzoj, nëse ti je i fort nga brenda, mos lejo që vetja jote të jetë sabotuesja e ëndrave të tua, mos lejo që pasiviteti, frika, dembelizmi apo ndjenjat e momentit të kontrollojnë drejtimin tënd, sepse në fund nuk është bota që të mposht, je ti që dorëzohesh ndaj vetes. Mbyllje, pushtimi i botës fillon me pushtimin e vetes, dhe pushtimi i vetes fillon sot. Me vendime të vogla, por të qëndrueshme, ngritu, mbaj premtimin që i dhe vetes, fillo rrugëtimin drejt një versioni më të fuqishëm, më të mençur, më të disiplinuar të vetes. Sepse nëse nuk e pushton veten, do të pushtohesh prej saj.